asnjë luftë sot nuk fitohet nëse paraprakisht nuk fitohet lufta informative. Por spaku dihet me kë të bëj. Kush e plason atë informat? Me çfarë qëllimi? Është investimi më i lirë i mundshëm. Asnjë luftë sot nuk fitohet, të e din si unë. Asnjë luftë sot nuk fitohet nëse paraprakisht nuk fitohet lufta informative. Dhe në rastin e Kosovës, Kosova ndoshta është rast specifik, është e goditur nga shumë anë, unë kisha për të thënë, jo vetëm nga lufta speciale, dezinformuese, ruse, serbe, unë mendoj se edhe ka dhe palë tjera që janë të ndërlikuar në këtë luftë kundër Kosovës. Është thjesht investim i vogël, investim shumë i vogël, por me përfitime të jashtëzakonshme. A jemi naiv me menu që mund është me andru menjën shqiptarit Kosovës, sidomos me bo ma prorës? A është absurde me menu? Tani, unë nuk mendoj që ata synojnë që shumicës shqiptare t'ja ndrojnë qëndrimin botë kuptimin raport. Synojnë megjithatë, nëse arrin që me atë investim, unë po të po përsëris, ajo është investim i vogël. Nëse arrin me investim, çka me bo? Të fusin dyshim në vlerat demokratike perëndimore, besoj që kjo është qëllimi numër 1, e dyta futja defetizmit. Futja defetizmit në popullatën kosovare. Çka do të thonë defetizmi? Defetizmi në kuptimin, që ne kemi, do të thotë, ne jemi demokraci në tranzicion. Nuk jemi demokracia re jemi. Dhe të futësh defetizëm në kuptimin që ne nuk ja dalim, nuk mund të bëjmë shtetë funksional demokratik, është një prej qëllimeve të luftës ruso-serbe, është edhe tjetra do të thotë që synohet goditet shumëllojshmëria jonë religjioze. Edhe aty luhet shumë do të thotë, edhe aty investohet jashtëzakonisht shumë, sepse lehtë luhet me emocionet e njerëzve. Edhe për faktin që në politikë perceptimi është para argumenteve, para fakteve, atë luftë e bën shpesh efektive, është luftë e lirë, dhe kur kësaj shton nivelin e ulët të edukimit medial, nuk kisha për të thënë vetëm të lexuesve, të audiencës, por nganjëherë ne kemi aq shumë media në Kosovë, tash sa që edhe vetë gazetarët nuk e kanë nivelin medial, nivelin profesionizmin, dozën e profesionizmit që do duhet ta kishin për shkak të shpërthimit të asaj që tha Kreshniku, do të thotë ne kemi media pafund. Unë mendoj që pasuri, por kur del jashtë kontrollit komplet, nuk e din burimin, nuk e din selin, nuk e din burimin, formën e financimit. Është problematike. Nuk ka shtet i cili megjithatë nuk kontrollon, nuk po them me kontrollu përmbajtjen. Përmbajtjen por spaku dihet me kë të bëj. Kush e plason atë informat? Me çfarë qëllimi? Ku ti drejtohet?